Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë vëllezër me ligjëratën 24, në bisedën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ende jemi duke folur për atë periudhën e thirrjes e cila ka qenë fshehurazi. Folëm ligjëratën e fundit për Islamin e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, se si ai pa kur një farë hezitimi radhiyallahu anhu e pranoi Islamin. Po jo vetë që e pranoi Islamin, po ishte edhe sebeb për pranimin e shumë Islamit nga shumë njerëz, bile prej njerëzve sahabëve të dallun. Dhe kështu vazhdoi thirrja e fshehurazi dhe gjatë kësaj periudhe e pranuan Islamin edhe disa tjerë që Islami i tyre ose tregimi i tyre tregon se thirrja ka qenë gjatë kësaj periudhe ka qenë fshehurazi. Sikur thosh Islami i Abdullah ibn Abasa as-Sulami radhiyallahu anhu, i cili tregon thot: "Kuntu wa ana fil jahiliyyati adhunnu anna an-nasa ala dalalatin wa annahum laysu ala shay'in wa hum ya'buduna al-awthan." Thot edhe pse isha në kohën e xhahiletit, thot e dija shumë mirë se njerëzit janë dalalet. Dhe se adhurimi i idhujve është adhurimi i kot. Dhe ndëgjova për njerinë në Mekë i cili folte ose thuhej për te gjonat pazakonta. Faqa'adtu ala rahilati faqadimtu alay. Sot edhe i pa thot kafshës dhe unisa për në Mekë, derisa thot fshehurazi arrita dyqysh tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thash: "Ma anta?" Thash: "Çka je ti?" Më tha: "Ana nabi", unë tha jam pejgamber. Tha: "Çka i vjen me kon pejgamber?" Tha: "Arsalani Allah", tha më ka dërguar mu Allahu. Tha: "Bi ayyi shay'in arsalak?" Tha: "Me çka të ka dërguar ti Allahu?" Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Arsalani bi silati al-arhami wa kasri al-awthani wa an yuwahhad Allahu la yushraku bihi shay." Tha më ka dërguar mu Allahu që të kujdesem për lidhjen farefisnore, ti thej idhujt dhe të adhurohet Allahu një dhe i vetëm pa ju bosh shirk atij. I thash: "Faman ma'aka ala hadha?" Kanë ki me vete në këtë thirrje që po thirr. Tha: "Ka me vete një njeri hurrun wa abd", një njeri të lirë dhe një tjetër rob. Thot dhe gjatë kësaj periudhe kish pranuar Islamin Abu Bekri dhe Bilali radhiyallahu. Tash Abdullah ibn Abasa, sikur se kemi përmend, flet nga prizmi i vet, nga çaja që ka ditë. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam po thot hurrun wa abd. Nuk ka nevojë shumë detaje me dhënë gjatë kësaj periudhe sepse ka qenë thirrja e fshehtë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se me mua në këtë thirrje kam hurrun wa abd. Çaja që ndihej nga këtë Mekka si se ka pranuar Islamin Abu Bekri dhe Bilali radhiyallahu anhu. Edhe i thash: "Inni muttabi'uk", thash kam të përcjell, kam të ndjek në këtë, në kuptimin që kam u bë musliman dhe kam e kam prej për krahasve tu. Mi po tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Innaka la tastati'u dhalika yawmaka hadha, ala tara hali wa hal an-nas." Tha nuk ka mundësi ti me realizu këta gjatë këtyre ditëve. A nuk po e sheh thot gjendjen tonë dhe të njerëzve. Thot: "Irji ila ahlika fa idha sami'ta bi qad dhahartu fa'tini." Ta shko ktheu te familja jote, te fisi jot, dhe fisi vet ka qëndruar domethënë jashtë Mekës, rrugës mes Mekës edhe Medinës, Banu Sulejm. Thot dhe shkova thot te fisi jam dhe gjatë kësaj periudhe thot isha në ndjekje dhe përcjellje çdo lajme që vike, mi po thot nuk i kisha kurrë fal lajme se jam bë musliman. Thot derisa dëgjova se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë hijrat në Medinë. Thot prap thot mundojsha me se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë shko ktheu te familja jote dhe kur ta shish se unë kum dal, është shfash thirrja ime, domethënë jam forcu, unë edhe thirrja ime atëherë thot hajde. Thot dhe erdhi një njeri prej Ethribit, prej Medinës. Dhe i thash atij: "Ma fa'ala hadha ar-rajulu alladhi qadima al-Madina?" Tha çka bën ai njeriu që ka ardhur në Medinë? Me këtë pyetje që ka bë Abdullah ibn Abasa po i tregon që unë veç po interesona për këtë, më jo se unë jam pasuesi i tij. A ki vetëm se ishte pasues, ama nuk do i kemi tregu. Edhe ai më tregoi dhe tha: "An-nasu ilayhi sira wa qad arada qawmuhu qatlahu falam yastati'u dhalik." Thot njerëzit thot shumë shpejt i përgjigjen atij. Thot dhe populli i tij ka dashur me vrarë me mbyt ata, mi po nuk arritën ta bëjnë këtë. Thot dhe pastaj thot u nisa për në Medinë, shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thash: "Ja Rasulullah, apo më njeh mua?" Tha: "Po ti ai që jemi taku", dhe vazhdon hadithe shumë i gjatë. Dhe është në Sahih Muslimit. Çka kuptuan nga ky hadith ose pse përmendëm se thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas ka në një periudhë e fshehur, apo
Gjithashtu është në tregim tjetër Islami Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, i cili vetë tregon këtë ndodhi dhe për këtë thotë që Albani sahih, kuntu gulaman yafi'an ar'a ganaman li Uqba ibn Abi Mu'ayth. Thotë isha një djalosh i ri, thotë dhe kujdesesha për delet ose baktitë Uqba ibn Mu'ayth, i cili është sigurisht do ta shohim gjatësisht, është njëri prej kundërshtarëve më të mëdhenj të Islamit dhe thirrjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mesudi ka qenë kujdestar ose bari baktive të tij. Dhe thot më ardh thot pejgamberi Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bakri. Dhe kishin ikë prej mushrikëve, domethënë ishin msheh prej mushrikëve dhe më than: "Ja gulam, hal ma'aka min laban?" Thot djalosh, a ki çumsht? I thash: "Na'am, walakinni mu'tamanun." Allahu akbar. Tha po, a mund të thot i kam këto emanet. Do thonë ka djalosh i ri, po i vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bakri që janë njoftë me Mekë për domethënë njerëz devotshëm, drejt, me shumë cilësi të mira, sikur se kemi përmend. Ama thotë edhe pse jeni të mirë, jo, domethënë këto unë kam emanet. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj më tha: "I'tini bi shatin lam yanzi 'alayha al-fahl." Thot bjerë më mu, sjell më mu një dele e cila nuk është me barë. Thot edhe çova thot një dhi. Tash nuk është me barë kuptimin që nuk ka dhe çumsht. Mi po pejgamberi alayhi salatu wasalam thot filloi me fërku barkun prej vendit ku del çumshti dhe thot lutej dhe u mush thot me çumsht, i erdhi Abu Bekri me diçka dhe thot e mushi ata dhe i tha Abu Bekrit ishrab pi, thot piu Abu Bekri, piu Rasulullahu alayhi salatu wasalam dhe thot pastaj Rasulullahu i tha asoj pjesës, domethënë e preki njëjtën pjesë nga del çumshti dhe i tha uklus mbledhu ose tkurru dhe thot u kthi në gjendjen që ishte domethënë pa çumsht. E kur e ka pa Abdullah ibn Mesudi thot më pas i kumton Rasulullah alayhi salatu wasalam, ja Rasulullah allimni min hadha al-kalami aw min hadha al-Quran. Thot ja Rasulullah, po më kallzon apo më mëson mu çato fjalë që i ke thon dhe çket Kur'an. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon, e ka përkthel për kokë dhe i ka thon innaka gulamun muallamun, ti je një djalosh i cili është muallim. Muallim çfarë kuptimi? Muallim i vjen kuptimi që i ki qef me mësu. Po vjen edhe me kuptimin që domethënë ki me kanë njëri i ditur që prej te i ka më mësu. Dhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i tha këtë fjalë për Abdullah ibn Mesudin, domethënë çashtu dhe ndodhi. Abdullah ibn Mesudi pastaj vet tregon thot falakat akhadtu min fihi 70 suratan ma nazani fiha bashar. Po ka goja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku marr pastaj 70 sure që kur kush smunët mushtim me mua në ato sure në kuptimin e domethënë se kum përvesu shumë mirë nga goja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky hadith ose ky tregim i Abdullah ibn Mesudit dhe Islamit të tij, po tregon pse Islami i tij se i tha ja Rasulullah. Mi mëso mu disa fjalë, që nuk kupton kjo se e ka pranuar vetëm se Islami. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam bashkë me muslimanët plot 3 vite vëllazër kanë thirr fshehurazin e Islam. Mi po kur i kanë thirr, nuk kanë thirr çdo kënd që kanë taku. Po ka qenë thirrja e tyre tek personat specifik, domethënë persona të cilët i kanë përzgjedh me mençuri dhe me maturi. Dhe nuk ka qenë përzgjedhja h për h. Po ka qenë një përzgjedhje e matur dhe studiuar mirë. Pse po themi e matur dhe studiuar mirë? Sepse pothuajse çdo njeri që i është paraqit Islami ka pranuar. Nuk e ka refuzuar. Po edhe nëse ka ndodhur ndonjëherë që dikush pa hire ka kuptu Islamin e dikujt dhe i është thirr ose i është afru Islami, nuk se ka pranuar, sikur se përmendëm një rast me Abu Talibin, që e ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe Ali radhiyallahu duke u falë, ka thonë çka është kjo, ka thonë fe, pastaj i afron Islamin, thotë nuk e pranoja, më ka për krahasjet. Domethënë çdo kujt gjatë kësaj periudhe që është ofruar Islami, është thirr në Islam, domethënë nuk e ka refuzuar. Po edhe nëse e ka refuzuar, thamë nuk është kanë armik i hapur. Pse po them këtë? Se pejgamberi alayhi salatu wasallam po shkonte Abu Bekri. Minjare pranon Abu Bekri. Abu Bekri Allahu po shkonte Uthmani, po e pranon. A këtu ka kon Mekë edhe Abu Jahli, Walid ibn al-Mughira, apo Abu Lahab edhe tjera, më thonë, Uqba ibn Muayth që u përmend. Te këto nuk është ofru këtij Islami. Ose na tregimin e Islamit Aliut radhiyallahu anhu. Ai ofron pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si djalë i vogël Islamin. Çka tha Ali radhiyallahu anhu se i kujtohet? Tha shkoj të konsultoj babën tim. Jo, tha, nëse e kimi me pranu, pranoje. Nëse jo, mos ja tregoj kurkujt. Pse se ai nuk është person adekuat për me, nuk është person i përzgjedhur për këtë punë. Tash pse ka kuptuar pastaj
pa qëllim, ajo tjetër muhabet. Ama nuk është përzgjedh që gjatë kësaj periudhe që është urdhër hynor që gjatë 3 viteve me kanë thirrë fshehurazi, nuk është përzgjedh Abu Talibi. Pastaj do të ndodhë ajo. Çka po dojna me thonë vëllezër është se a është diçka e studiuar, është e studiuar, është me strategji, është me maturitë, me thonë përzgjedhje e personave të cilët do të thirren. Kur i shohim ata që kanë pranuar Islamin dhe analizojmë, shohim se përveç një rregull që kemi përmend, do i shtojmë edhe 2 rregulla ose të përmendem 2 rregulla tjera që mbi to, domethënë ka ndodhur kjo përzgjedhje. Kemi përmend rregullin e dashurisë, apo që kur e do një person i shumë gjendje më adekuate për ta pranuar thirrjen e tij, apo. Andaj Hadixha radhiyallahu anha ishte e dashur e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shkoi e pranoi. Ato që i ka dashur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Abu Bekrin edhe të tjerë, ato i ka dashur shumë dhe kanë pranuar Islamin sepse është shumë më lehtë kur dikush do ti me ta pranuar atë që ti i duke thirrë ata. Mi po janë edhe 2 rregulla tjera që janë aplikuar gjatë kësaj përzgjedhje. E para prej rregullave është ajo që ka marrë në hadith, khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idha faqihu. Ose idha faqahu, janë 2 versione. Më të mirët në kohën e jahiliyetit janë ata që do të jenë më të mirë në islam nëse kuptojnë fen. Këto që u thirrën gjatë kësaj periudhe vëllezër, i shohim se kanë qenë më të mirë. Me moral më të mirë, të drejtë, të urtë, të mençur, apo të pjekur, besnik. Shumë veti që kur i është ofruar pasaj Islami, ato kanë hyrë në Islam, janë bërë edhe prapë më të mirë. Abu Bekr radhiyallahu anhu përmendëm, më i miri ka qenë, po edhe kur ka hyrë në Islam është bërë më i miri. Apo, dhe çka që është me cilësi të dalluara, çka nëse arrin ti ta përfitojsh, edhe ki shumë më lehtë, pastaj ki inshallah do të jetë ai i cili do të jetë përkrahasi i madh i dinit, i fesë Allahut azza wa jalla. Rregulli i që është aplikuar mbi këta persona që janë përzgjedhur për me kanë të thirrur, është çështja e me kanë i ri, domethënë çështja e rinisë. Janë thirr, është koncentruar, është fokusuar thirrja tek të rit. Dhe kjo për 2 arsye. Domethënë thirrja është vëllazër për çdo një. Nuk shihna këtu shumë mosha, po jemi duke folur këtu për fokusin. Domethënë shohim se fokusi gjatë kësaj periudhe ka qenë tek të rit për disa arsye. Para për arsye është se tek ata nuk ka pas një periudhë gjatë të jetuarit në devijim. Do thonë shumë lehtë dikan që 15 vjet, 20 vjet, i ka 25, 30 ta thirrësh, ai nuk ka shumë vakt që ka kaluar në devijim ose që ka jetuar në devijim. Amë dikan që ka qenë në devijim 40 vjet, 50 vjet, 60 vjet, është shumë më vështirë të ta thirrësh. Po edhe ai mundet me pranu thirrjen, ama është shumë më e vështirë se sa me pranu thirrjen dikush që është shumë i ri dhe nuk ka ndonjë histori ose ndonjë kujtim shumë gjatë për ndonjë devijim ose ndonjë ideologji të gabuar. E dyta është se të rit kanë qef me diçka të re. Apo kanë qef diçka të re dhe kanë qef me eksperimentuar, andaj çdo gjë e re më e lehtë është e pranuar tek të rit. Dhe e treta është se Allah subhanahu wa taala të rive u ka dhënë gjallëri, u ka dhënë energji, u ka dhënë fuqi, andaj këto pastaj nëse pranojnë për arsye se janë të ri, po edhe për arsye se kanë vullnet dhe kanë energji, domethënë këto mundën me kënd ata të cilët do ta ndihmojnë ndavetin sikurse ka ndodhur. Domethënë ata të ri të cilët e kanë pranuar gjatë kësaj periudhe dhe janë edukuar në dorën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këto pastaj kanë qenë bartësit e thirrjes islamit dhe pastaj kjo do të vazhdon dhe ata kanë qenë ata shtylla e davetit. Me këtë që e thamë vëllezër, nuk do të thonë që janë përjashtuar këtu të moshurit apo ose që nuk na duhen neve në thirrje të moshurit, po janë. Ama neve koncentrohemi, jo, do të thonë neve na duan edhe ata që janë më shumë dituria e tyre, pjekuria e tyre, përvoja e tyre, po jemi duke fol tash për këtë periudhë të Islamit që është kanë thirrja fshehurazi, ka qenë shumë e rëndësishme që ta pranojë Islamin dikush që është i ri, që ai pastaj kur të edukohet në durrët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka më pas shumë pritet me pas shumë jetaj dhe më ndihmu dhe më përkrah pastaj Islamin. E tash vjen tema e radhës që është a ka pas dhe një vend gjatë kësaj faze ose gjatë kësaj etape të thirrjes ku janë mbledh sahabët, po gjithsesi se ka pas. E ka qenë cila shtëpi? Ka qenë shtëpia e Al-Arqam ibn Abil Arqam radhiyallahu anhu. Arqami ka pas emrin Abdumenaf ibn Asad Al-Makhzumi radhiyallahu anhu. Ka qenë ai i cili e ka pranuar Islamin durr të kujt? Durr të Abu Bekrit radhiyallahu anhu, dhe kena përmend. Do të thonë edhe Arqami radhiyallahu anhu është për atyre
që kanë pranuar Islamin në dorë të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, pra është prej të mirave të Ebu Bekrit. Po, kur është përzgjedh shtëpia e Arkamit me kon qendër e davetit gjatë kësaj periudhe, është përzgjedh sidomos pas një ngjarje që i ka ndodhur disa sahabëve në mesin e tyre Sa'd ibn Abi Waqqas. Sahabët në fillim ne kemi përmendur që ka pas edhe namaz në fillim. Nuk ka qenë namazi me numrin, me recatët, me formën që është tash, ama ka pas namaz që është fillim të Islamit. Një namaz para lindjes diellit dhe një tjetër para perëndimit. Edhe sahabët që e kanë pranuar Islamin, një pjesë e tyre s'kan mujt këtë namaz me kry në shtëpi për arsye se e ka pas Islamin fshehurazi. Dhe ato janë bë bashkë dhe kanë shkuar nëpër grykat ose luginat e Mekës për me kry namaz. Dhe kështu ka ndodhur edhe një ditë kur sahabët bashkë me Sa'd ibn Abi Waqqasin janë nisur në grykat e Mekës, edhe i takojnë disa mushrik. Kur i shohin mushrik duke u fal, fillojnë me i ofendu, me i shoh. Edhe këto pastaj, domethënë ja kthejnë dhe fillon zonka, përleshja. Gjatë përleshjes, domethënë, e merr Sa'd ibn Abi Waqqasi e shef një asht poshtë, të dëgjon një pikazh dhe e merr dhe ja mshon njërit në kokë, njërit prej mushrikëve dhe dal gjaku i tij. Dhe thuhet që kjo është gjaku i parë që ka dalë në Islam, që është derë në Islam dhe ka shkaktuar këta Sa'd ibn Abi Waqqasi radhiyallahu anhu. Dhe pastaj shkojnë kthehen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja tregojnë ndodhin pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne u potencon se duhet tash me pas shumë të kujdes dhe më kanë shumë më të matur se sa deri tash, andaj pastaj e përzgjedh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shtëpinë e Arkamit radhiyallahu anhu me kon si qendër e davetit gjatë kësaj periudhe ku sahabët do të mësojnë ajetet, do të marrin ajetet taze prej gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përveç ajeteve do ta marrin edhe kuptimin e ajeteve. Do bën tefsir pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ashtu do t'ju tregon edhe hadithe, po edhe do t'i bën terbije alayhi salatu wasalam. Do t'i bën terbije dhe këtë terbije dhe mësim që e kanë marrë pasaj këto e kanë përcjell tek familjarët e tyre, nuk e kanë marrë vetëm për vete. E kanë përcjell pasaj edhe te familjarët e tyre ose te dikush për fisit të tyre në bazë të atyre rregullave që i përmendëm më herët. Domethënë, në bazë të atyre rregullave që mu përzgjedh me kon njeriu i cili është pe më të mirëve, po gjithashtu edhe me kon dikush që është i ri, dhe kështu dhe ka ndodhur dhe çata sahabë që janë edukuar në dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë kësaj periudhe kanë qenë ata të cilët kanë qenë edhe barësit e dinit Allahut azza wa jall. Andaj Amar radon tregon për këtë periudhë, thot laqitu Suhejben ala babi dari al-Arqam wa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhalna fa arada alayna al-islam fa aslamna thumma makathna yawman ala dhalika hatta amsayna fa kharajna wa nahnu mustakhfun. Thot e takova Suhejben radhiyallahu anhu te dera e shtëpisë e Arqam ibn al-Arqam radhiyallahu anhu. Dhe shpejt thot mrena ishte Rasulullah alayhi salatu wasallam. Hinon thot bashk, thot na e paraqiti Islamin dhe thot e pranuam. Mi po thot gjatë asaj dite deri në fund, derisa është rrugë thot kina nejt mrena, thot pastaj kina dalë dhe fshehurazi kina shkuar kina kthyer nëpër shtëpitë tona. Dhe gjatë kësaj periudhe vëllazër ose para se me ardhur te shtëpia e Arqam ibn al-Arqam, ka pas pranim të sahabët e Islamit edhe më herët. Domethënë nuk është se ka filluar Islami në këtë periudhë. Ne kemi përmendur, domethënë Abu Bekr radhiyallahu anhu ka pranuar para se me hi sahabët e Rasulullah dhe sahabët tjerë te shtëpia e Arqamit radhiyallahu anhu. Apo Abu Bekri, Khatija radhiyallahu anha, Amir ibn Fuhaira, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubayd ibn al-Jarrah, Abu Salama. Abu Salama kush ka qenë, kemi përmendur më herën se ju kujtohet kur kemi fol për mëndeshat e Rasulullah alayhi salatu wasalam, ajo që i ka dhënë çumsh Rasulullah ka qenë Thuwayba al-Islamia, njëra prej tyre. Apo kush ka qenë Thuwayba? Ka qenë e shërbrume ose shërtorja e Abu Lehebit. Domethënë Thuwayba ka qenë shërtorja e Abu Lehebit. Dhe kjo është ajo e cila i ka dhënë çumsh edhe Rasulullah alayhi salatu wasallam, po i ka dhënë edhe Abu Salamas. Abu Salama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas vajzë djalë hallës. Apo Barra ibn bintu Abdul Muttalib. Domethënë përveç se ka pas djalë hallë, e ka pas edhe vëlla nga çumshti. E gjatë kësaj periudhe para se me hitë shtëpia Arqam ibn al-Arqam e ka pranuar Islamin disa mesin e tyre ata që i përmendëm. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasaj kanë hyrë, ka përzgjedh këtë shtëpi të Arqamit radhiyallahu anhu dhe 3 vite domethënë bashkë me sahabët janë fsheh dhe ka thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po është e çuditshme vëllezër se çish gjatë 3 viteve, domethënë nuk është nuk na do fol për një ditë, një javë, një muaj, apo 3 vite me një Mekë që ka qenë Mekë e vogël, vend i vogël. Çash Mekja për atë kohë ka qenë shumë e madhe, apo por tash
Me parametrat e sotit do shumë e vogël, domethënë që kjo çabje, që kjo haram, me gjithë oborin ka qenë këtë Mekja. Apo, banor çdo njëri ka njoft tjetrin. 3 vite ti më shefte njëna për shtëpive dhe ja, jo një burr, 2 burra, po thuhet 40 bën disa transmetime 40 burra. Kanë dalë domethënë. Këtë periudhë dhe s'ka mujt me i hetu askush. Qysh ta përmendim po njëherë ta përmendim një ajet që flet për këtë periudhë. Thot Allah subhanahu wa sura Maryam: "Wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil ladhina amanu ayu al fariqayn khayrun maqama wa ahsanu nadiya." Dhe kur të lezohet ajetet e qarta atyre për mushrikëve, thojnë ata, i thojnë këtyre që kanë besu, ayu al fariqayn khayrun maqama wa ahsanu nadiya. Kush me neve jena më të mirë, me shtëpitë më të mira, me vendbanimet më të mira, me mezhliset ku vendet tona që janë më të frekuentuara se sa ne apo jo? Thot Ibn Kathiri për këtë pjesën e fundit, thot khairun maqama wa ahsanu nadiya, ka pas për qëllim thot ata më të mirët, me shtëpitë më të mira, vendbanimet më të mira, po thot kanë pas për qëllim edhe mezhliset që kanë qenë me numër më shumë dhe më të frekuentuara. Edhe kanë dashur me të treguar çka? Ka thonë ne, mezhliset tona janë që ka shumë njerëz. Hynë dalin, rrin shumë njerëz, apo në kuvendet tona, mezhliset tona, ndeja tona. A thonë ndejet e juve janë të mshefta, mshefni dikun po se dina ku. E thot, nëse mezhliset tona kanë më shumë, ne jena më të mira, pse ju me kon hak e ne me kon batil? Thot, kjo ajet është i ngjashëm me atë ajetin surën Ahqaf ku thot Allahu: "Wa qala alladhina kafaru lil ladhina amanu law kana khayran ma sabaquna ilay." Dhe thot, kjo është i ngjashëm ky ajeti që përmendet surën Maryam me ajetin surën Ahqaf. Thot, ju thonë ata jo besimtar, këtyre që kanë besuar, thot, nëse i shkon mirë çka që jeni ju, ma sabaquna ilay. Domethënë nuk na kishi para pri jo, nëse që imani, tauhidi, apo largimi i shirkut, apo mos adhurimi i idhujve i shkon në hajër dhe mirë, atëherë thot ju s'na kishin ka para pri neve. Apo thot përderisa ne jena këtu, tregon që ne jena më në hak të sa ju jeni në batil. Mirë, po kjo nuk është realitet. E tash do të flasim për zgjedhjen e shtëpisë Arkam ibn al-Arkam radhiyallahu anhu për të qendra ku do të thirren njerëzit, domethënë gjatë periudhës. Pse? Tash kur folëm se njerëzit janë përzgjedhur, gjithsesi edhe vendi ka qenë i studium apo. Nuk është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, hajde çka shtëpi përzgjedhën dhe hajde po bëjnë davet. Po nuk është lehtë kjo. Jo, Rasulullah alayhi salatu wasalam, çaj që i ka urdhëruar edhe të tjerët me kon të motor, ai është kon edhe më i motor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë urneku. Do të flasim të përmendim disa sebebe pse është përzgjedhur bas shtëpia e Arkamit radhiyallahu anhu për ta luajtur këtë rol. E para prej shkaqeve që përmendën ulemae ka thonë se Islami i Arkamit radhiyallahu anhu nuk ka qenë i njohur dhe i përhapur. Apo nuk i kanë ditë Mekka si se Arkami ka pranuar Islamin. Edhe kjo ka qenë arsyeja edhe pse shtëpia e tij ka qenë e përzgjedhur. Sepse shtëpia e Rasullullah ose dikujt prej sahabëve që është ditë Islami i tij nuk ka qenë e përshtatshme për këtë çështje. E dyta, Arkami radhiyallahu anhu ka qenë për fisit Banu Makhzum. E fisi Banu Makhzum ka pas një rivalitet shumë të madh me fisin Banu Hashim të Rasulullah alayhi salatu. Fisi Banu Makhzum, kryesori kush është? Kur kemi folur për fiset, është Abu Jahli. Është Walid ibn al-Mughira. Domethënë prej armiqshme më të rëndë të Islamit kanë qenë fisit Banu Makhzum. Se këto kanë pas edhe një rivalitet, por kanë qenë edhe pastaj edhe armiq të Islamit. Bash shtëpia e njërit prej armiqve më të mëdhoj. Domethënë prej fiseve më të armiqësi më të madhe ndaj Islamit është përzgjedhur me kanë që kur të kujt mos më shku menja, më thonë, që mundet me zgjedh, ama në fisit Banu Makhzum s'ka shans me zgjedh në një shtëpi për me lut, domethënë për me shfryzu këtë si thirrje alayhi salatu wasalam. Andaj ato e kanë ditë që nuk i kishte mëjnë kur kujt që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çosh Hashimi me shku edhe me thirr te shtëpia e dikujt që është Makhzumi. Domethënë duke fol për një periudhë që çështja e fisëve ka qenë shumë e theksuar. E treta, shtëpia e Arkamit radhiyallahu anhu ka qenë tek kodra Safa. A që nuk kupton kjo shka ka qenë dalja e fundit, domethënë për shtëpia e fundit të Mekës. S'ka pas shtëpi më tani. Bile dhe s'ka pas shtëpi edhe për rreth, që me mujt me shpionu ose me vëzhgull kush po hin kush po dal. Po shtoa kësaj se nuk ka qenë në qendër qytetit ku ka frekuentim edhe komunët me pa kush po hin kush po dal. Po shtoa kësaj edhe shka se Safaja, kodra Safas, edhe atëherë ka pas sa'i. Apo udhtim ose ecje mes Safas dhe Marwas. Andaj një shtëpi që është te kodra Safa, ku ka frekuentim shumë njerëzve hinë dhe dalin, ecin, nuk kuptohet që këto është
duke bërë diçka, sepse ka lëvizje, nuk dihet më kush je edhe kush del. Arsyeja tjetër, vëllezër, e katërta, thoi Lemaj, është se Arkami radhiyallahu anhu ka pas 16 vjet kur e ka pranuar Islamin. Andaj nuk është paramenduar që shtëpia e dikujt që është 16 vjeçar mund përzgjedh për diçka shumë të madhe. Po, e kish përzgjedh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka pritshme me përzgjedh shtëpinë e Abu Bekrit, që është 7 vjetërve, shtëpinë e Uthmanit radhiyallahu anhu, Abdulrahman ibn Aufit, apo ose shtëpinë e vet, ose shtëpinë e dikujt për familjarët vet, ama dikujt që është 16 vjeçar. Vjen arsye tjetër, ka qenë edhe jetim, edhe i pamartuar. Arkami radhiyallahu anhu, andaj edhe kjo e ka mundsuar pastaj që shtëpia e tij më kanë shumë e përshtatshme, për arsye se ka qenë edhe gjon. E këtu pastaj vjen tash edhe një pyetje që është shumë pyetje që ndjedh një falloj çudi, se si Arkami radhiyallahu anhu ka marrë këtë guxim çka është të madh, që me kanë gjendje me e çel derën e shtëpisë vet për të bërë një aktivitet shumë i madh në thirrjen islame. A ki kanë pas ka qenë pikë të cilën të fisit bënë më khuzum, po ke ka di që në momentin që mirët vesh se shtëpinë tonë ti me gjest shefin tanë ke çel për me kon davet, me thirr kush Rasulullah armiku i Mekazve. Domthonë ke ka di që përfundimi i tij është ka, po Abu Jehli se kish lënë gjallë ata. Amani. Me rëndësi të përhapet Islami edhe nëse fundi jam është, domethënë mbytyje. Andaj gjatë kësaj periudhe, domethënë 3 vjeçare kanë pranuar Islamin disa burra, disa gra, domethënë disa të ri. Gjithashtu domethënë Islami ka hyrë pothuajse është shpërndar në përfisë, sikur se kemi përmend, dhe ka deportuar dhe ka prek çdo shtëpi. Edhe pse ka qenë dikush që e ka fshi, ama ka qenë Islami që ka hyrë në çdo derë, çdo shtëpi, derisa kështu ka vazhduar kjo periudhë, domethënë në shtëpinë e Arkamit radhiyallahu anhu, derisa ka arrit numri 40 burra, dhe derisa ka pranuar Islamin Omer radhiyallahu anhu. Kur e ka pranuar Islamin Omer radhiyallahu anhu, pastaj kanë dalë jashtë. Tregon nipi i Arkamit, Abdullah ibn Uthmani, thotë wa kana badriyan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi darihi allati 'inda as-Safa hatta takamalu 40 rajulan muslimin. Thotë Arkami ka qenë bedri, domethënë për atyre që ka marrë pjesë, sigurisht ta kuptojmë, në Bedër. Dhe ka pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka përgjigj shtëpinë e tij që ka qenë në Safa, derisa ai kanë plotsuar, kanë arrit numrin 40. E kur e kanë arrit numrin 40 dhe ka qenë i fundit që ka pranuar Islamin Omer radhiyallahu, falamma takamalu 40 rajulan kharaju, kur janë plotsuar, janë bë 40, atë kanë dalë. Është interesant vëllazër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ban hijrat Arkami radhiyallahu anhu, jo dini ka vllazëru, domethënë dikën për muhaxhirë, dikën për ansarë, sigurisht se do të flasim për këtë periudhë. E hise i ka ra Arkamit radhiyallahu anhu vllazëru me kan me Abu Talhan radhiyallahu anhu, Zaid ibn Sahlin radhiyallahu anhu, dhe ja ka dhënë edhe një shtëpi në Medinë Arkamit radhiyallahu anhu, sigurisht se si kompenzim ose si shpërblim për atë sakrificë që ka bërë në Mekë, domethënë që ka qenë nga dëshmëri për me fliju, domethënë shtëpinë e vet, shtëpia vet me kanë si medrese, si universitet, e cili universitet do të dalin, do të diplomojnë disa burra që do të lënë gjurmë në histori. Por fund vëllezër, shumë shkurt të përmendim disa mësime që i nxjerrin ulemaja, do të mjaftohen vetëm me 4, që i nxjerrin ulemaja nga kjo pjesë e sirrës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E para është nëse dojmë me bën ndryshim për të mirë me duke fol, nuk ka mundësi me pas ndryshim pa dije, pa ilm, pa fik, apo idha faqihu. Andaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk është mjaftuar gjatë kësaj periudhe me thonë këshiret, domethënë çashtu e kemi situatën, veç mjafton ti me pranu Islamin dhe me në shtëpinë tonë, pastaj pas 3 viteve takohemi. Jo. Domethënë kanë shfryzuar çdo mundësi që e kanë pas, vetëm me bë mezhlis. Në cilin mezhlis do të mësojnë ajetin e Allahut dhe sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Tash elhamdulillah Allah na ka begatuar neve, nuk kemi nevojë në mundshef në ndonjë shtëpi të Arkamit radhiyallahu anhu për me prezantuar për mezhlise e me vetë di kanë fasalu ahle dhikrin kuntum la ta'lamun, andaj është mirësi që duhet më ditë shiqirin dhe duhet më shfizu sa e kemi. Dyta vëllazër është nëse dojmë ndryshim, nuk dush me mjaftu me kanë vetjak. Po çat që e merr, dush edhe me procedë të tjerë. Mi po gjithsesi duke pas parasysh ajetin udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. O thirr në fenë e Zotit tan, rrugën e Zotit tan, me urësi dhe me këshillim të mirë. E treta vëllazër, është shumë e rëndësishme që ti ta arrish ta ndërgjegjësosh një shtresë, me cilën shtresë do të jetë bara e thirrjes e davetit të ardhmë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam gjatë kësaj periudhe arriti
ta realizon këta. Ti ndërgjegjson ata të cilët pastaj do të jenë barë dhe ata, domethënë me shumë krenari kanë qenë ata të cilët e kanë bajt këtë barë të dinit Allahut subhanahu wa taala me arritë tek ne. Andaj kjo është shumë e rëndësishme vëllazër. Do kanë qenë burra të cilët kanë qenë në gjendje me sakrifiku çdo gjë, edhe më fshi, edhe me sakrifiku edhe jetën e tyre vetëm e vetëm të arrin Islamin deri tek ne. E tash ka arrit Islamin deri tek ne, mos u bën ti pengesë. Që në këto të mira këtë bollok, kam thonë ti më kon pastaj dikush që te ti ka munal Islamin. Ka arrit thirat e tij, pastaj vazhdoi te dikush tjetër dhe e fundit e katërta është edhe pse në fillim domethënë muslimanët kanë qenë guraba, kanë qenë të huj. Ama ato asnjëherë nuk janë ni domethënë me ndjemdhoj ose si të poshtruar. Domethënë asjanë pitime nuk mundesh me gjetë me thonë ai këshillon ai kumbat, çka kumbat për Islam kohën e Arkam shtëpisë Arkam ibn Abil Arkam radhiyallahu anhu. Domethënë çasoj periudhë kum sakrifiku shumë. Tash unë do të më ditë ju mu vlerën. Apo son nuk jam pi sahabe të rëndom të thonë. Unë kum hek shumë, domethënë ti ke ardhur çash me ngallzu mu? Jo, skur kush smunesh me vërret, asnjë një fjalë, asnjë ndodhi, domethënë që dikush për tyre është krekos shumë. Ama nuk mundesh me vërret që ata kanë një veten të poshtruar. Jo, asnjëherë, sa janë konkrano, sepse i ka ngrit Allah subhanahu wa taala në dunjë, në ahiret Allah na bë atyre që nuk kemi pengesë ose munal Islamit dhe ne po pe atyre që e praktikojmë. I shfryzojmë këto të mira të na ka dhënë Allah subhanahu wa taala, pa dhe i përcjellim dhe i kumtojmë tek tjerë, duke lutur Allah subhanahu wa taala që me këta burra të na bashkon xhenetul firdaus. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.